Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën në këtë fillim jave që është në ditën e 24, por jo vetëm për të, do të flasim edhe për situatën gjeopolitike pas samitit në NATO-s në Turqi, atë që po ndodh në lindjen e mesme me bombardimet e reja amerikane dhe kundërpërgjigjen e Iranit, nuk do ketë qetësi duket as këtë verë kur u mendua se palët ishin shumë pra një marrëveshje pas armëpushimit, po si duket në fund u thyej gjithçka, tashmë pritet se çfarë do të ndodhë, teksa Shtetet e Bashkuara po shkojnë edhe drejt zgjedhjeve të mesmandatit e Trumpi po kërkon një fitore me çdo kusht për ta paraqitur në zgjedhje. Për ta analizuar gjithë situatën nga Tirana deri në lindjen e mesme, kam kënaqësinë të filloj një bisedë me teologun Eduard Hartori. Edhe përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Po, lidhje me Ta nisim me protesta në Tiranë se situatën në Shqipëri, interesimi jon parësor është edhe fen po patjetër. I përfshiu të gjitha këtu. Në fakt ne patjetër që do të jetë parësia jonë e parë. Domethënë pra situata në Shqipëri dhe protestat që populli jon po bën atje. Sigurisht që Edi Rama domethënë me sjelljet e tij që ka bërë kohë të fundit domethënë me goditjet e individëve, por edhe të institucioneve, në rastin konkret të institucionit xhamis, domethënë ne shoh që Edi Rama domethënë argumenta me çfarë ai do të përballën e tij pra. Pra populli po kërkon disa drejta të cilat janë drejta themelore, domethënë janë drejta kushtetuese. E drejta e parë themelore që populli kërkon është pavarësia, sovraniteti i vendit vet. Këtu kemi të bëjmë domethënë me plane shumë të tmeshme, domethënë të cilat nuk premtojnë gjëra të mira për shqiptarët. Premtojnë domethënë tjetërsimin e sovranitetit të Shqipërisë. Premtojnë domethënë zhdukjen e popullit shqiptar në nivel kombëtar. Pra këtu kemi agenda shumë të poshtra të cilat domethënë duan të tjetërsojnë tokat shqiptare, duan të tjetërsojnë edhe Shqipërinë. Sigurisht në formë graduale. Ata këto plane kanë kohë që i kanë nisur, nuk është e re, pra ka filluar që nga vitet e 90-ta, domethënë kur Rothschild, më duket David Rothschild ka qenë atëherë Sulaiman, por ka ardhur në Shqipëri dhe ka bërë ato isha domethënë të padukshme për media, ose edhe kur transmetoheshin media ishin thjesht disa vizita thjesht plotësuar lajmet, por thjesht një vizitë domethënë në sedet arkeologjike, por e vërteta është dëshiron që nga kohë pra ka Durrësin e Dyranën e tjera me radhë, për të tjetërsuar historinë e popullit shqiptar. Që nga atëherë pra ka filluar. Pastaj ka filluar me politikat e korruptuara të elitës politike shqiptare, e cilat domethënë ja kanë nxjerrë jetën popullit shqiptar për rreth 36 vjet me radhë. Domethënë ne menduam atëherë kur rrezum komunizmin, menduam se gjithçka mbaronte aty, domethënë e keqja mbaronte aty. Por në fakt e keqja u rafinua, mori një lloj tjetër forme dhe ngjyre. Pra tani u bë me shumë ngjyra, nëse atëherë kishim vetëm një ngjyrë, cilën funksionet? Po, ka pak probleme linja, Edi, por ju dëgjoj me pak shkëputje. A jam në linjë? Po, jeni në linjë, por ju dëgjoj me pak shkëputje. Okej. Pra siç po thoya, kjo politikë 36 vjeçare ne si shqiptar ka punuar kundër nesh, na ka lodhur dhe domethënë gjithmonë ka injektuar tek shqiptarët ndjenën e ikjes prej vendit, ndjenën e ikjes dhe praktikës së ndeut. Dhe kjo ka qenë një plan fakt. Ky është plan domethënë për ta praktikosur këtë vend, në Shqipërinë pra, dhe për t'ia lënë këtë vend dikujt tjetri. Dhe këtu kemi të bëjmë me një popull i cili domethënë unë e kam shëmbullyer dhe jo pa qëllim e kam bërë këtë, e kam shëmbullyer dikur me zogun e qytetës. Zogu është një shpend pra i cili asnjëherë nuk bën folje vet, por gjithmonë rrëmben foljet e tjerëve. Dhe aty domethënë i rrit zogjet e vet tek foljet e tjerëve derisa domethënë
dhe i vret ato zogj e atyre foleve autoktone. Në të njëjtën gjë domethënë kanë bërë edhe ky popull për cilin po flasim, pra populli izraelit ose populli hebre. Populli hebre është historikisht domethënë edhe në librat fetar, madje edhe në librat e tyre është i penalizuar për Zotin që të ketë një vatan, një abde. Është edhe në librat e tyre po ta gjesh, domethënë ata e kanë të shkruar që ata janë të penalizuar për Zotin që ta kenë një vatan, dhe për këtë arsye do ende gjithmonë botë. Mirë po çfarë do, ato her pas here, domethënë sulmojnë vende dhe popull për t'ju marrë atyre abdeun e tyre ose një pjesë të abdeut të tyre dhe aty të krijojnë domethënë një farë sovranitetit vetin. Në këtë mënyrë domethënë ata janë munduar ta bëjnë këtë që në Evropë, domethënë që në kohët e mesjetës, duke krijuar getot, ato që ne i quajmë që kemi dëgjuar domethënë që në Evropë ka patur geto. Në fakt getot nuk kanë qenë se Evropa i ka bërë këta, i ka mbyllur në një zonë caktuar dhe kaq. Jo, geto ka qenë prej tyre, një zonë e izoluar vetëm e tyre, e rrethuar, dhe aty brenda ata tentonin të kishin një sovranitet. Sepse ata hesin me një ide, me ideologji shumë të rëndë, një ideologji raciste, jashtëzakonisht të keqe dhe anti-njerëzore, pra që thonë që vetëm ne jemi njerëz, kurse pjesa tjetër e botës, qoftë europianët, qoftë shqiptarët, qoftë arabët, atje më thonë, janë kafshë me fytyrë njerëzore dhe janë vetëm për shërbimin tonë. Këta pra, hebrejt, duke ecur në këtë mënyrë, gjithmonë janë munduar të shfrytëzojnë të mirat e atij vendi dhe duke e bërë pra duke izoluar veten e tyre nga ky vend, duke krijuar pra vatra sovraniteti të tyre jashtë botës ose jashtë integrimit domethënë në pjesën tjetër të popujve. Kjo ka ndodhur në histori. Madje kjo ka qenë dhe arsyeja pse Evropa gjithmonë këta nuk i ka dashur dhe gjithmonë i ka luftuar. Sepse hebrejt gjithmonë, duke qenë se e shikonin veten më lart se të tjerët, ata kanë ushqyer dhe një urrëtie ndaj pjesës tjetër të botës, një popull me të cilët ata jetonin, dhe për këtë arsye nga getot e tyre kanë filluar edhe trafiqet. Aty kanë filluar trafiku i parave të pista, aty ka filluar trafiku i femrave. Aty ka filluar dhe kjo që ka ndodhur që thonë për Holokaustin në Gjermani, në fakt e ka shumë zgjuar, por gjithsesi që nuk është hera e parë që Evropa ja bën hebrejve këtë. Ja bën sepse vazhdimisht, domethënë her pas here, ne kemi që në Angli, edhe në Francë, edhe në Spanjë, edhe në shumë vende të tjera, mbretërit e kohëve të ndryshme i kanë përzënë hebrejt, i kanë vrarë një pjesë, i kanë konvertuar një pjesë tjetër, në mënyrë që ata domethënë të zhdukin këtë keqe nga vendi i tyre, sepse ata janë një popull i pa integrueshëm. Kjo është si populli. Pra ju po thoni që në mënyrë përveshme, sepse në mënyrë përveshme edhe në Shqipëri ata do jenë përfituesit fundor të kësaj që po ndodh, pra ka një plan. Kjo është plani. Por duhet janë pikërisht. Pra në mënyrë përveshme mund të ketë edhe hebrej që mund të jenë njerëz të mirë. Por si kopra, njerëz të cilët tentojnë gjithmonë të vjedhin të mirat e popujve të tjerë dhe folet e popujve të tjerë, dhe adetet e popujve të tjerë. Në rastin konkret kjo po ndodh në Shqipëri. Kjo po ndodh sepse duke filluar që hebrejt kanë filluar të blejnë jashtëzakonisht shumë toka, kanë filluar të blejnë jashtëzakonisht bregdetin po ashtu do tentojnë ta marrin krejt bregdetin e Shqipërisë në mënyrë që ta kenë atë domethënë një zonë jo vetëm thjesht të përshtatshme për ta dhe, por ta kenë edhe si ndikues strategjik, sepse edhe marrja e Sezanit, pra në rastin konkret, nuk është thjesht çështja se Ivanka Trump do të bëjë thjesht ca ishme të vegjël domethënë aty. Por çështja është më larg se kaq, është një pikë strategjike, është le të themi shtica humuzit për Europën. Aty është një nga nyjet kryesore ku hyn ku ekonomia e Europës merr jetë. Domethënë pikërisht në këtë vend në Adriatik. Dhe hebrejt duan ta kontrollojnë këtë në mënyrë që kontrollojnë dhe Europën. Unë kam thënë në emisione të tjera që kjo çështje, domethënë hebrejt në këtë pjesë janë të dështuar për shumë gjëra, domethënë edhe pse ata thurin plane vazhdimisht, plane shumë të le të themi shumë të intrigante dhe shumë të ashpra, në fund fare domethënë ne shohim që hebrejt do të dështojnë kjo pjesë sepse e para
Ballkani krejtësisht domethënë është pjesë e Europës. Dhe Europa shef prezencën hebraike në Europë, pra domethënë në Shqipëri dhe i vinë domethënë në Europë, e sheh shumë të rrezikshme. Pra i bie sikur Europa në këto momente është kur po sheh pra këtë faktor të ri që do të futet në Europë, që nuk është as në NATO, ky faktor i ri do t'ia zej fytin, do t'ia zej frymën e Europës. Dhe për këtë arsye, domethënë Europa, qarqet europiane nuk do ta lejojnë, edhe në fakt e kanë shprehur atë, edhe pse në mënyrë të kamufluar, edhe janë munduar që mos dalin, por le të themi pas perdes, gjithmonë qarqet europiane e din rrezikun që i pret domethënë nga kjo lloj revanshi e bre në gadishën europian, edhe në Shqipëri konkretisht. Madje jo vetëm në Shqipëri, por edhe madje edhe në Pulja, më përballë, në ana tjetër e Shqipërisë, domethënë ata po bëjnë njëjtat gjëra, por edhe atje domethënë kanë hasur rezistencë. Gjithashtu duhet të thoja është se Ballkani është, unë kam thënë këtë vazhdimisht dhe vazhdoj ta them, Ballkani është akoma tapi osmane. Domethënë që për Turqinë, Ballkani është, le të themi, është oborri i saj i pasur. Edhe nëse Ballkani domethënë i merret, pra hyn ky faktor i ri që është armik me Turqinë, është armik natyral me Turqinë. Izraelitët janë dhe e kanë deklaruar këtë. Domethënë për Turqinë kjo domethënë është një rrezik dashurie ose respekt të ndërsjellë që kemi me